Femra do ta kuptoj natyren e saj, Zoti ka krijuar femrën tërheqëse, lakmuese, lakmoj njerëzit të të, është tërheqëse atëherë synin e njerëzve edhe dorën e njerëzve. Po pra, Zoti ka krijuar të atill dhe është të çmuar diamantin pse e ruajnë me policë, ruajnë atje me rojat sigurimit hatashme, se është i shtrejt. Gruaja është më e shtrejtë se diamanti. Për atë arsye në Islam e ruajnë gruan më shumë se sa diamanti. Po. Sanin e shtrejt, sanin e vlefshëm duhet me rujt shumë. Ne nuk e ruajmë për xhelozi dhe me mbyll për dënjas, por e ruajmë se dojna me qenë ajo krenare, me qenë e lumtur ajo. Pra, pas ka pabarazi gjinore, gruaja që ka më çmuar se sa burri. Po shumë sa në më çmuar se burri, po e vërtet është, e vërtet se gruaja, sa për një fakt, një dëshmi, një argument, gruaja në Islam nuk kërkohet kurrë prej saj, edhe nëse është milionere, qoftë ka trashëgu prej babas së vet, qoftë ka bë biznes, ja ka dhënë Zoti, as një cent, as një lek nuk e ka obligim me ia dhënë burrit saj dhe as fëmijëve të saj. Ku gjon kështu në shoqëri tregom? Ku gjen? Ndërsa shoqërinë perëndimore, që ne po synojmë më antarsu në perëndim edhe na që synojmë, natyrisht jemi pra, por jo me krejt kulturën, sepse atje femra do të më bëmë më çu me punu, ta qet prej shtëpisë ai ta qet prej shtëpisë, ta mërthen jashtë. Po në Islam jo në Islam, ai nuk e ka për obligim as një cent, as një lek me dhon burrit, as fëmijëve, as kërkujt. Burri ka obligim është çykte. Ku ka privilegj më të madh tregom ti mua? Ku ka privilegj më të madh?